Ju dhëmbin kockat, përgatisni vetë këtë krem në shtëpi dhe do shpëtoni. Ju duhet një lugë çaj pluhur spec djegës, një lugë çaj pluhur xhenxhefil, një lugë çaj pluhur shafran, 1/4 filxhan vaj kokosi, 1/4 filxhan dylli bletës, 10 pika vaj esencial mente, 1/4 filxhan gjalp kakao dhe kavanos qelçi. Në një enë përzieni vajin e kokosit, gjalpin e kakaos dhe dyllin e bletës dhe vendoseni në një tigan me pak ujë. Kur përzierja është shkrirë plotësisht, shtoni pluhurin e specit djegës, shafranin dhe xhenxhefilin. Përzieni për 1 minutë, pastaj hiqeni nga nxehtësia. Shtoni vajin e mentës dhe ruajini në një kavanos xhami. Lëreni të ftohet dhe pastaj mbylleni me një kapak. Mbajini në frigorifer deri në 8 javë. Përdoreni atë lirshëm në zonat e dhimbshme dhe lani duart pas aplikimit, pasi janë shumë të fortë për lëkurën dhe shafrani mund të lërë njolla të verdha në lëkurë.